Zoti Ramiz Ladrovci u rikonfirmua kryetar, ju ka sfiduar edhe ju drejt për drejt publikisht, ka thënë që nëse unë fitoj, do shta me Mlikasnisi duhet shkojnë në shtëpi, si e pati çka ndodhi? Unë në shtëpi shkoj çdo natë që e kryj punën, po kryetari i Partisë Demokratike Kosovës jam dhe mbes. Ajo çka s'po e kuptojnë këta kundërshtar që edhe e mbajnë politikën nën parametrat e nën tavolinës, pra politikën e vjetër, edhe e konsiderojnë LDK-n si të thyshme, e kuptoj që s'janë në rrjedha në këto 4-5 vitet e fundit me LDK-n se ju ka humbi influenca. Vetëvendosja. Edhe vetëvendosja dhe të tjerë kundërshtar jashtë. Fatkeqësisht që kjo opozit e ka pothuajse të pamundën me fitu kundër Albin Kurtit. Tash kena ngel në gjysmë rrugës. Kurti ka më dali pare, në qëto zgjedhjet që po thohet që kanë mumajt në 10 orë, ama shoh tepër të vështirë edhe për Kurtin që ai me pas mundësi me kriju aleancë pas zgjedhore qysh nuk mujti qtash, e që kish mja mundësu formimin e Kurtit 3. Opozita në anën tjetër, në këtë format që është, as nuk din, as nuk guxon, as nuk ka vullnet politik. LDK është e përqame, Lumiri as nuk mundet me i fitu zgjedhjet, as nuk mundet me i qu deputet të Kurti, e as nuk mundet me i bo bashk me i qu të PDK-ja. Thjesht nuk e ngujnë. Prandaj, a i ka zgjedh këtë rrugën e abstenimit edhe të refuzimit. Jo Kurtit, jo opozitës. Me i thonë po Kurtit, prishet me Gazma Agjerin e me Abdullah Hutin, e shumë gaza, shumë dulla tjerë. Me i thonë po opozitës, rritet shumë numri i Xhafer Tahirov. Prandaj mënyra ma mirë edhe e vetme me kamuflu mungesën e autoritetit në parti, është me i thonë jo krejtve, kinse mbi një farë vizionit fitores totale. Prej atyne që ka kanë mbet LDK, është edhe një krah që është në LDK thjesht sepse është konë gjithmonë aty. Pra nuk e din as vetë saksisht pse është aty. Janë aty për shkak të hardverit e jo softverit. Lumiri e ka mbyll ciklin e tij politik, nuk po them që nuk mundet me i shtu edhe një 2%, nëse e merr nismen, a me i humbe edhe një 2%, po në nuk shoh kurqysh mundësi që ai me i shtu 10-15% që e kishin bërë partitë dytë ose të parë. Një pjesë e njerëzve të rëndësishme në parti nuk ja harron lehtë inxhinierimin e votave të diasporës për mi favorizu disa figura e mi largu disa tjerë. PDK në anën tjetër ka potencial, po është kurthu fort e keq në organizimin e brendshëm. Kur është puna me vendos për partin e për privilegjet aty vendosin këta shokët e shkollës Gjevdet Doda, kurse kur është puna për me mbledh vota, për zgjedhje nacionale e thirrin Bedri Hamzën me i prin listës. Nuk jam i sigurt edhe sa pol zgjedhje mundet me funksionu triku me Bedri Hamzën. Ta kishin pas seriozisht Bedriun, nuk ishte nxitu me emri me u bë kryetari i partisë. Unë nuk e kuptoj qysh një parti e zgjedh dikën për kryetar, kurse kandidatin për kryeministër e merr hua për një qyteti. Është problem me pas sukses një subjekt politik që ma shumë krenohet me vendin e tretë në Prishtinë se sa me fitoren pa ballotazh në Ferizaj e me fitoren në qytete tjera. Sigurisht, për me nxon vendin e tretë në Prishtinë kanë shpenzu ma shumë se sa që kanë shpenzu në krejt komuna tjera edhe kanë angazhu ekspert ndërkombëtar, sikur t'i shkon gara Prishtinës garë nacionale. Fatkeqësisht, pas zgjedhjeve lokale, vota në Drenicë kur nuk ka më konë qysh është konë për PDK-n. A jeni të sigurt që këta të kryesisë në kry me kryetarin kanë më shku në tubim në qytetin ku është kryetar Ramizi? Më shku ndoshta edhe kanë më shku, ama rivaliteti politik tash ka depërtu edhe në popull shumë ma largë se sa këta menojnë. Këto zgjedhje rrezikon seriozisht me met nër prag. Gjasat i ka 50-50 me kalu ose mas me kalu. Ramushit nuk i mungon energjia, po tash thjesht ka mundësi që e ka harxhu këtë karburantin që e ka pas si politikant të i kanë që 25 vjet në kryt njëjtit subjekt politik. Çka më thonë fushat? Albini është konë e keqja ma e madhe politike që i ka ndodhur vendit tonë që prej kohës Rahman Morinës. Mirë po nuk është punë thjesht me bind votusin mesatar kosovar që është qështu. Është një libër shumë i mirë, kështu vdesin demokracit. Unë kisha më thonë,
që shtu vdesin shtetet në qëtë formë, ku kërkush së në bën shumicë, kërkush nuk është, si më thonë, lideri pak kontestum, s'kena autoritete që munen me bashku këtë popull. Sponsorët videove janë, si gjithmonë, Mobi Sim, është Riga Farm, është Jysk Kosova edhe është Kafe Pavin.